Në fjalimin e tij në programin elektoral të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, Edi Rama shpalli vizionin për Shqipërinë 2030, ku theksoi se paga mesatare do të arrijë të paktën 1200 euro, ndërsa synoi që pensioni mesatar të shkojë në 400 euro dhe nga janari 2026 paga minimale 500 euro. Paga minimale do të jetë 500 euro. Për të mbështetur punonjësit që do të përfitojnë nga kjo rritje e shpejtë e pagës minimale, sipërmarrësit do të jenë detyruar të rrisin pagën minimale, por ne do të japim një lehtësi që gjatë 18 muajve pas pagës së parë, shteti atyre nuk do t'ju kërkojë asnjë detyrim tatimor mbi shtesën prej 100 eurosh. Paga mesatare për vitin 2024 në sektorin publik u mbyll 1000 euro, ndërsa në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1200 euro. Pagën mesatare të përgjithshme e rritëm më shumë se 2 herë e gjysmë. Dhe do të arrisim të paktën dhe 30% më shumë. Rama prezantoi edhe modelin e ri të pasaportës që sipas tij do të përdoret nga shqiptarët pas anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ai e quajti këtë pasaportë fytyrën e pasaportës shqiptare europiane dhe theksoi se dizajni i ri është në përputhje me standardet e sigurisë së BE. Në mënyrë që mos na ndaj më askush nga ajo tufa e bashkëpunëtarëve tanë europian, kudo ku lëvizim brenda perimetrit BE-s, që të mos hyjmë më në radhë, që të mos japim më llogari përpara një polici në aeroport, sepse po hyjmë në një vend të BE-s. Ne mund të sigurojmë çdo shqiptari e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Mesazhi ynë është i qartë. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, po na duhet një mandat i fortë, më i fortë se të 3 mandatet e deri sotme. Prandaj, kush e do pasaportën e BE-s, patjetër duhet t'japi kontribut që Shqipëria të hyjë në BE dhe kontributi për Shqipërinë në BE është investimi i votës aty në qendër të fletës votimit, ku është numri 5 dhe ku shkruan Partia Socialiste dhe Edi Rama. Vetëm Partia Socialiste është e aftë të garantojë vijshmërinë e reformës së drejtësisë dhe të mbrojë arritjet e saj, vijoi Rama, ndërsa shtoi se shqiptarët për herë të parë po shohin përpjekjen reale për barazi para ligjit, një arritje që ka ardhur fal kësaj reforme. Sot ajo peshore është në duart e gjykatës speciale. Dhe sot ne jemi garantët e vetëm të kësaj historie të re, të cilën bufi Knetës bashkë me të gjithë të tjerët rreth tij përbetohen se do ta kthejnë përmbys. Duan votën në 11 maj që në 12 maj të rimarrin shpatën dhe ta zhveshin përsëri zonjën e drejtësisë nga fuqia për të imponuar barazin para ligjit. Risi gjatë mandatit të 4 do t'jetë një paqe fiskale negociuar me biznesin. Për 3 vite, bizneset do të paguajnë një tatim prej 15% mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike, ndërsa për çdo fitim shtesë mbi këtë normë tatimi do të jetë vetëm 5%. Gjatë prezantimit të programit, Rama u ndal edhe te kadastra. Brenda 2026 do të përfundojë digitalizimi plot i sistemit, fal financimit edhe nga Bashkimi Evropian, ndërsa shtoi se qeveria do të ndërtojë 700 kilometra rrugë të reja dhe do të investojë 300 milion euro në strehim. Me votën për Partinë Socialiste, me votën për të gjitha skuadrat tona në përqarqe, me votën për skuadrën tonë kombëtare, çdo shqiptar dhe çdo shqiptare përtej bindjeve politike, përtej ngjyrave të panelës së partisë që bën tifozllëk, bën një investim të sigurt për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe për të marrë pasaportën europiane të Shqipërisë.